ky grup I fundit e ka arrit vlerën dhe mirësinë më të madhe tek Allahu Azza wa Jall. Kush janë këta? Nxito për të Allahu Azza wa Jall, nxito në punë të mira. Të pasurit kanë ble toka e ne nuk kemi ble. Të pasurit kanë ndërtuar banesa e ne nuk kemi ndërtuar. Të pasurit me vetura të shtrejta e ne ndoshta me të lira. Për ata të cilët falen në safin e fundit, për ata të cilët falen atje të këpucët, nëse nuk jemi të parët, së paku mos të jemi të fundit në xhami, të fundit në saf, të fundit në punë të mira, mos qëndroj fundit. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se kjo fe, se ky din është I zgjedhur nga Allahu Azza wa Jall, e vetmja fe e vërtet e pranuar tek Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu edhe pjesëtarët e këtij dini, edhe besimtarët, edhe muslimanët janë njerëz të zgjedhur, ashtu siç tha Allahu Azza wa Jall në Kur'an: "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina." Pastaj ne u alam trashëgimi librin, Kur'anin, fejnë Allahut Azza wa Jall, robërve tanë të cilët ne I kemi zgjedhur. Mirë po, këta njerëz të zgjedhur, të gjithë besimtarët, të gjithë muslimanët nuk janë në një rang, nuk janë në një shkallë, nuk janë në një kategori në bazë të Islamit dhe të imanit dhe të veprave të tyre. Tha Allahu Azza wa Jall: فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Këta njerëz, të gjithë muslimanët, të gjithë besimtarët janë në 3 shkallë. Të parët e tyre, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, një kategori, një shkallë, janë ata të cilët janë musliman, mirë po I bajnë zullum, I bajnë padrejtësi vetes së tyre. Kush janë këta? Këta janë ata të cilët I lanë her pas here farzet, obligimet Allahut Azza wa Jall dhe bien her pas here në gjunahe të mëdhaja ndaj Allahut Azza wa Jall. Këta janë musliman, mirë po I bajnë padrejtësi vetes së tyre me gjunahe ndaj Allahut Azza wa Jall. Wa minhum muqtasid, dhe disa prej tyre janë mesatar, nuk janë nga grupi I parë dhe nuk janë nga grupi I tretë, janë ata të cilët I çojnë në vend farzet,
ruhen nga haramet, mirë po nuk kanë shtesat të tyre, as nuk ruhen nga gjunahet e vogla, e as nuk veprojnë gjëra vullnetare, sunete që t'i shtojnë punët e mira. Ndërsa grupi i tretë, tha Allahu Azza wa Jall, wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, e disa prej atyre janë ata musliman të cilët bajnë gara në punë të mira me lejen e Allahut Azza wa Jall. Dhalika huwa al-fadlul kabir. Kjo në fund, ky grup i fundit e ka arrit vlerën dhe mirësinë më të madhe tek Allahu Azza wa Jall. Kush janë këta? Ata të cilët mundohen të bëjnë gara në punë të mira, ata që çdo herë mundohen të jenë të parët në rrugën e Allahut Azza wa Jall, ata të cilët i nështrohen fjalës Allahut Azza wa Jall, wasari'u, shpejtoni, nxitoni, ngutuni, megjithse besimtari në jetën e tij nuk duhet të ngutet, në jetën e tij duhet të jetë i kujdesshëm dhe çdo ngutje, çdo nxitim ka mundësi që t'i shkakton ati pasoja, dëm edhe fatkeqësi. Mos u ngut, mos nxito shumë, qëndroj i kujdesshëm. Vetëm në një rast, vetëm në një gjë, njeriu në jetën e tij duhet të ngutet sa më shpejt, mos u vono, mos qëndroj i fundit, nxito që të dalësh atje i pari. Kur tha Allahu Azza wa Jall, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nxito, ngutu, shpejto në faljen e Allahut Azza wa Jall dhe në xhennetin e Allahut i cili është sa qiejt edhe toka i përgatitur për njerëzit e devotshëm. Nxito për të Allahu Azza wa Jall, nxito në punë të mira, nxito që të jesh i pari në ibadet në Allahut Azza wa Jall, që të jesh i namazit, që të jesh i safit të parë, të jesh i pari në mësimin e Kur'anit, në leximin e Kur'anit, i pari në dhënien për hir të Allahut, i pari aty ku duhet, mos qëndro i fundit, nxito, ngutu për të Allahu Azza wa Jall. Kështu veproi Musa alayhis salam, të cilit Allahu Azza wa Jall i caktoi vendin dhe i caktoi kohën kur do të flet me Allahun. Musa alayhis salam i mori 70 vet me vete dhe u nis që të arri në vendin e caktuar, në kohën e caktuar, ku do të flet direkt me Allahun Azza wa Jall. Mirë po Musa alayhis salam ungut, mirë po Musa alayhis salam nxitoi dhe arriti para të tjerëve. Tha Allahu Azza wa Jall, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka ka rabbi li tarda. I tha Allahu Azza wa Jall, o Musa, pse ngute ti para popullit tan, pse nxitove ti mbrinë ma herët? Tha Musa alayhis salam, ata janë duke ardhur pas meje, mirë po unë nguta, unë nxitova pak. Për çfarë arsye? Wa ajiltu ilayka rabbi li tarda, nguta, nxitova të vite ti që ti ja Rabb të jesh me mua i kënaqur. Të nxitojmë që të arrim kënaqësinë e Allahut, të nxitojmë të arrim shpërblimin e Allahut, të ngutemi për në faljen e Allahut Azza wa Jall, të ngutemi për në vepra të mira, ashtu siç janë ngut, ashtu siç janë nxituar, ashtu siç kanë bë gara të parët tan besimtar, ashtu siç nuk u rehatuan sahabët, të cilët shkuan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe than, ja Rasul Allah, ne mundohemi dhe të pasurit mundohen, ne falemi dhe të pasurit falen, ne agjerojmë dhe të pasurit agjerojnë. Mirë po,
mirë po të pasurit japin nga pasuria e tyre, e ne nuk kemi çfarë të japim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: a doni t'ju tregoj një gjë e cila është sadaka, e cila është lëmosh, nëse e veproni do t'jetë sikur të keni dhënë për hir të Allahut azza wa jall. Po ja Rasulallah, u munduan që të bëjnë gara, megjithse të varfër. Jo gara në çështjet e dunjas, edhe ne bëjmë gara, edhe ne nxitojmë, edhe ne mundohemi, edhe neve ndoshta na shkaktojnë xhelozi të pasurit. Mirë po për çfarë? Të pasurit kanë ble toka, e ne nuk kemi ble. Të pasurit kanë hap biznese, e ne nuk kemi hap. Të pasurit kanë ndërtuar banesa, e ne nuk kemi ndërtuar. Të pasurit me vetura të shtrejta, e ne ndoshta me të lira. Të pasurit me veshje origjinal, e ne kemi mbetur mbrapa. Jo, te sahabet ishte xhelozia me të pasurit, mirë po, jo për këto çështje të cilat ndoshta ju takojnë njerëzve të dobët. Sahabet kishin një lloj gare në zemrat e tyre me të gjithë, edhe me të pasurit. Të pasurit falen, agjerojnë, japin, ndërsa ne nuk kemi të japim për hir të Allahut azza wa jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: thoni pas çdo namazi nga 33 herë subhanallah, nga 33 herë elhamdulillah, nga 33 herë Allahu akbar. Kjo do t'jetë për ju sikur ajo sadakaja që japin ata. Filluan që të thonë dhe nuk u rehatuan, shkuan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulallah, edhe të pasurit kanë dëgjuar, edhe ata janë duke thënë të njëjtën. Përsëri në siklet, përsëri në garë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kjo është mirësia e Allahut që ja jep atij që dëshiron. Mirë po besimtari është në garë, mirë po besimtari është i nxituar që të arrish përblimin e Allahut azza wa jall çdo herë në ibadetin e tij. Andaj në çdo ibadet, edhe në ditën e xumë, edhe në namazet tjera, edhe në agjerim, edhe në Kur'an, edhe në sadaka, edhe në çdo punë të mirë, të nxitojmë, të mundohemi të jemi të parët. Nëse nuk jemi të parët, së paku mos të jemi të fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha për në ditën e xumë, për në namazin e xumas, ai i cili lahet, merr gusl në ditën e xumë dhe arrin në xhami në kohën e parë, e ka shpërblimin si kur të jep sadaka një deve, ta therr një deve kurban dhe ta jep sadaka. Ai i cili vjen në kohën e dytë, e ka shpërblimin si kur të jep sadaka sa një lop. Ai i cili vjen në kohën e tretë, e ka shpërblimin si kur të jep sadaka sa kur ta therr një dash dhe ta jep atë ta shpërndan të nevojtarët. Ai i cili vjen në kohën e katërt, si kur ta therr një pul dhe ta jep atë. Ai i cili vjen në kohën e pestë, pra në kohën e fundit, para se të thret ezani dhe të fillon hutbeja, e ka shpërblimin si kur ta jep një ves sadaka. E pastaj tha, pastaj kur imami të hyp në hutbe në mimber dhe të fillon hutben e tij, melajket ndalen dhe qëndrojnë duke e dëgjuar ligjeratën. Në hadithin tjetër tha, melajket i regjistrojnë emër pas emri, i pari, i dyti, i treti. Kur të fillon hutbeja, i mbyllin fletoret. E ai i cili vjen ma vonë, a nuk e ka shpërblimin e xumas, ai e ka shpërblimin e xumas. Mirë po, nuk është regjistruar në fletoret e melajkeve, të cilat qëndrojnë në dyert e xhamive në ditën e xumë. Edhe në këtë rast, sa prej njerëzve qëndrojnë të fundit në xhami, të fundit në saf, të fundit në punë të mira, mos qëndroj fundit. Nuk ka asnjë shpërblim më të madh, por kundrazi shpërblimi është më i vogël për ata të cilët falen në safin e fundit, për ata të cilët falen atje te këpucët, për ata të cilët dertin më të madh e kanë kur do t'jep selam imami nga ana e majt dhe ta zgjasin dorën, t'i marrin këpucët dhe me vrap
të dalin nga xhamia. Shpërblimi më i madh është më para, në safin e parë, në safin e dytë, sa më afër, mos qëndroj fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilin e shënon Imam Muslimi tha, disa njerëz qëndrojnë mbrapa, atje në fund, ndoshta edhe jashtë xhamie, atje çdo xhuma dhe në çdo ibadet ndoshta i gjin të fundit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa njerëz vonohen, qëndrojnë mbrapa derisa Allahu azza wa jall t'i lën atje mbrapa. Është rrezik, besimtari duhet të nxiton, besimtari duhet të mundohet, besimtari së paku duhet ta ketë qëllim që të jetë me ata që janë para dhe jo me ata që janë të fundit. E së paku të mundohemi të arrijmë një gjë të tillë, të garojmë në punë të mira, të shpejtojmë në faljen e Allahut, në shpërblimin e Allahut, në kënaqësinë e Allahut. Lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën prej atyre që garojmë në punë të mira. Allahu të na bën prej atyre që shpejtojnë për të Allahu, të na bën prej atyre që nxitojnë në faljen e Allahut. Lutim Allahun azza wa jall, Allahu mos të na bën prej atyre që janë të fundit në ibadeten dhe Allahut azza wa jall, që janë të fundit në synimin e tyre për në xhenetin Allahut azza wa jall. Lutim Allahun azza wa jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në xhennetul firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.